Pallatet e banimit 3, 4 dhe 5 të ndërtuara përgjatë sistemit komunist në shumë lagje të qytetit vijojnë prej vitesh në gjendje të amortizuar. Banorët e këtyre pallateve thonë se është shumë e vështirë jetesa në to, në një vend plot lagështi ku çdo ditë rrezikon të bjerë suvaja mbi kokë. Sipas qytetarëve, problemi janë edhe bojleret e ujit, të cilët mund të shkaktojnë rrëzimin e taracës së pallateve. Sipas banorëve, këto ndërtesa duhet të rehabilitohen dhe projekti i nisur për rehabilitimin e fasadave të pallateve duhet të vazhdojë dhe në periferi. Janë problem ose janë kushte të duhura këto pallate të ndërtuara për sistemit komunist? Vetëm katet e fundit janë që pikojnë shumë nga rënjet e shiut. Ama ka dhe amortizim të mëtejshme, edhe hyrje shkon disa të çara. Amortizimi është vetëm lart nga soleta lart. Nga soleta lart. Rrezikojnë që për shembull pjesë suvaja ose janë bërë gjithë ato ndërhyrje në soletat lart që bëjnë këto izolimi nga shiu, por deri tani nuk kanë dalë në rezultat pozitiv. Vetjak, kanë ndërhyrë secili në atë rrotim, por nuk kanë dhënë rezultat pozitiv. Besoj se lagështia bën të saj. Lagështia po. Dësa rehabilitimi do si dhe diçka të mirë për ju ma. Po, të rehabilitohesh do me thënë të ndalohesh komplet izolimi, të ishte izolim shumë rregullt, do të ishin më në formë. Ti shikon me sy të parë. Nuk i njoj. Duhen rehabilituar, duhet bërë më... E mira s'ka fund, po kush na pyet neve? Pallatet e kohës së Enverit që janë lënë ende në këtë gjendje pa u rehabilituar. Pa rehabilituar ka shteti ka në dorë, se s'punohet. Neve ashtu jetojmë, ne shiko rrugët aty si kemi. Po, aty. Besoj ke shtëpinë të tillë. Ja, te kam aty, tek ai tjetri. Janë të amortizuar? Po, të amortizuar janë ata, si do të punë të amortizuar janë. Kanë lagështi në brendësi të tyra? Ka, vetëm me kondicioneri që i majmë ashtu. Që i mbani, që i thani do pak. I thanë, pak. Po, shohim që në shumë zonat e tjera ka nisi projekt që rehabilitohen fasadat e pallateve. Po, varet ata si marrin ku shikojnë të huajt, gjëra kështu, ja këto të huajt. Pra, aty bën në zona që ka më shumë lëvizje. Që ka më shumë lëvizje, patjetër, rrugët kryesore. Është e domosdoshme që edhe këtu të rehabilitohen? Po, si kush u martua s'ukuzoi tha i pari. Ju vetë, keni bërë ndonjë kërkesë? Jo, nuk kam bërë, mos gënjej. Ke shpresë se do bëhet një ditë? Po si ne për shpresë ecim. Se da ju futum në këtë rrugë. Po janë se të mbajnë ftohtë edhe në behar që është vap edhe në dimër. Enveri që janë në këto kushte ende, është problem jetesa do me thënë do dhe gjendja që janë sot? Nëzitoj nuk është. Në thoi një mendim. Mendim. Qa mendim dhe thëmë? Fale vjetër e mendim. Duhen rehabilituar si pasysh? Po duhet, po vare. Si është jetesa, si janë kushtet? Ti e shef për shumë? Jo, këto pallatet e vjetra me i fjallë, këto parafabrikatet nuk janë në një formë të mirë. Duhen që i restauruar, kanë shumë lagështi. Shohim që në shumë zona tjera ky projekti për rehabilitimin po bëhet realitet, duhet të aplikohet dhe po duhet, po këtë është si periferia, ndoshta nuk ka interes njeri. Rrana e fundit. Mbase. Disa vite më parë në Vlorë ka nisur një projekt i cili ka rehabilituar disa pallate 3 deri në 5 kate, kryesisht në qendër të qytetit dhe përgjatë bulevardit të Vlorës. Por ky projekt prej muajsh është ndërprer duke mos ushtrirë në brendësi të blloqeve të banimit dhe në periferi.